pejgamberi është kujdes për pamjen e jashtme të tjerë. Është kujdes për pamjen e tij të jashtme, shumë pejgamberi alayhi salatu wasallam. Nuk është të nërvëndëzër e kërkume që muslimani me ble tesha të shajta, të firmat të mëdha. S'është kjo e kërkume, kush i ka mundësi, gjithë ka mundësi të veta. Po e kërkume është që ato që i ka me pas të pastërt, me pas të mirë, dhe me pas veçantë për xhami kur vjen. Me pas xhami. Dhe ka mësuar për shembull dietarët e hershëm se nga kjo gjenerat që flasin për çish duket një musliman, kam përmenë se edhe kam pas tesha të posaçme që i kanë vesh për kur ju fal natën. Namazin natës i veçantë, veç ai me Allah xhallahu ala, teshat i ka vesh. Ka musliman që falën në shtëpi në pijama apo. Do falë muslimani në pijama, po s'është e hikshme u fal në pijama. Ai me ca ka dikush nder, nga me në mu vesh. S'po dhe që ashtu, se marrë pinjirit e pi Allahut, s'falë muslimani gjithë apo. Na shumë ka vinë djemë 3 xhami, me tjera që s'është e hikshme ashtu ma musliman xhamia. Unë pasë e farmerë këtë qkyme, i do këtë pjesa turshme, i do këtë guni, i do këtë pjesa nalt e kofshës. Zban, afreti me konim lumë, pjesa turshme me konim lume. Ta shka ndalë moda, apo me konë të qkyme, parë me nabë. Për para ditë, kër e ke pa dikë me të qkyme, të ka dhimë, një blinë parë pantolla. Ta shka ma ashtra i blinë qkyme se të qyshe në regullë. Vjen xhami me teshtë është që së të pasër ta. Të ndodhër edhe në bathrat, qërapa që i kemi, pas kujdes, apo se këtë musliman binë sejde, i ndërru me arme të pasër, mos me arme falishpje me erë të pakëndshme, se ke shpi Allah të ashtu, ke shpi Allah të gjellë në shpetojnë sin që ashtu, dhe detrujnë të dera me idesh të rapa ta, mëse i ki dhreta, së të i shpi me hija, ma shpetë Allah tu, hinë që është dërë, zbanë ashtu, dhe pejgamberi ka mësuar me konë njeri i matur, i kujdesshëm,